Sulmuesi me përjardhje nga Kosova, Arjon Ibrahimović më në fund ka shënuar golin e parë për Heidenheimin. Ibrahimović realizoi nga penalltia për të përmbysur epërsinë në përballjen ndaj Stuttgartit. Shkak i një ndërhyrje brenda zonës, gjyqtari akordoi penallti të cilën më pas e konkretizoi lojtari nga Prizreni. Ndërkohë, Kosova është duke vazhduar të punojë për ta bindur Ibrahimovićin që të bëhet dardani më i ri para ndeshjeve të muajit mars.